Do thotë mos më dihet pas talimit të normalitet. Që ali e po moment. Po. Se edhe të dhe hadisi këtë jeni tatim. Si mështisht ali e jo si shko komunisë. Pra ta si e po mësamani shumë të lajnë. Po me me, dhe se ta keni po për gjallë, jeni të vokët. Ama këtë jo tek baba, atëherë... Edhe më të vetë. Ja, atëherë po një burra. Ama njeri tërë se e ka prindin gjallë, ashtë i vokët. Shese të shumë, jo zdem, jo hungjë, jo më zba për tëre, qëta. Qetërën sen shka përdu me fjallë, shpëdu me fjallë për një tërë ketë, përdu me përmenja 5 e ma pëta. Qëllimi pëse i nga vlerë këto, se e mora vesh në ashtë qëllimi akikës, në ashtë shumë. Sebeb, ka shumë sebeb, po. Qëllimi akikës është një sen se sësë një fëmin shkali, një e ka një njëja. E ku t'ju prejtët për bomi, edhe të blenët të njëzimojnë doa, Allahu të gjilandi ashtë katran atë njërë. E na bojnë në lutje, pra të vëgdisht të vëgdit që Allahu ato njëje që ka i kanë në pëtër, inshallah i hekë. Për akikë në bëjtis, shkurt i kanë të jemë të. Dishka qetë të du me folë për Hoxhën hadis. Heq më që të pak ma nga se... Hoxha është nomi hadisi. Ha? Hoxha është nomi hadisi. Ha, ta. Po, mirë, tasha për ta. Hadis në ditë më për mëllës. Shqiptarë të kanë një lakë se dhja i këmua ja, 3 mirë me shumë shumë. Marë vesh. E ki mund më haqe e mirë për tjeshtë i mirë. Pse se të gjërë tjera të gjamija së ma të gjumë. Ama jo këse i nemi të rakolla edhe e për krah një ashtë e të bojë. Ala me, marë vesh. E shtaj, tja ka më bojë mirë, apo ja më marë për tjera. Më pëjtë së rikë të Sobi të shura. Ty. Falja dhe një të marë. Masa sa i kam të rafej, pesë. Masa të rafej. Pse? Për të asyje së në ku ndashtë të po hoqë, baba e më me shviti i postë, e pa quë dorën e një gjallindames. Më mërë. Edhe këtu në Kosovë, është të tradit, që ta ishë dhja është, mos e akon për përta, me kënu e mësitin, e kënojnë të e mësitin e një pra. Ama e kënojnë për pra, për bide qenjë, të bide shkilën, së bide për të shkilën, Nuk të lavdroj. pa nuk të adroj, ka për, shakë. A baba e që, të ato mishë e vetë, të të akon edhe dondën, pa akon edhe dajë. Historie e kallë, është e të. Së përdu me kazu të alësë Suleman një nëshë. Edhe tash, këtë oda, dhe këshë nalë qikat edhe përkrojnë me defa, këta në e për shkinë, nësë sen për t'i shka. Edhe baba hem, faktikisht për thot një pit vetë, o salim. Dhe të një që të nëve qikave, le të shkojnë të grata që le të kënojnë, s'ka shka marë këtu të furat me kënuma. Mërvesh, se nuk jam në sot dhanda këto, s'pare, po jam që 40 vjetë dhanda. Ama i daj, jam atër e i rria, së një ka mund në shtu në sile, anë e vedoj pa, deta është të, a deta po, e që në kom, edhe i thotë da e stërë, për hajtë koftë, jërë bëhë mikë me filonë, edhe shkoj të shpia. Edhe baba jam në nërvëzu, e që da i këtë nërvëzohet, baba, nuk shkon të dojnë, heke dhe nona, anë që shnaja. Edhe tash, unë isha viti parë me dreze. U deshkim në bajtuar babën tem me dajnë. A ka në tonë këtë tonë për jë, a dhe që na shqiptatë në pa, këtë po, që të i natën e kina të banë të. E kërë po që i va qef, mu bajtuar, i ta shobë që unë e jam të shku për hoqë. Po ti su ma, si baba jam. Për qërë ka të mërgua, su mgojnë iqë. Ma mi përndës për shkoj shkollë. Hajra me t'lija shumë me kishte qef, unë me kryje shkollë. Me dresen, Me drejtë, shumë. Ama se për atë të them, ja ta i kam që i kam edhe polë.
E ka të njëherë. Pajtimi i parë kanë kon histori tonë. Pari Po. Po da shkojnë një histori. Bismillah do të pajtim në babën, e kam pas. Ashtu që hoxha duhet të konë hoxh mas parihet të shpjeve. Dhe duhet të pas për krahjen pit vetë. E maskaninë do të thotë mundet me dalë në një kohë tjetër. Pse Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një për davet qysha undur ashiret e kel akrabi. Thirrë ato tota ato. Ishte shka kam i kallxuar nga një kune që shkalit namazit, kur davjëm se dhe namazit. Pse sa i mund me konë po ti, mas i po ti që ka shumë kallxet varit tanë. E për këtë arsye, mara në ashtë më konë davi hoqës se sa hoqë. Maj me, hadis, e majtë me. Që se hoqë, s'ka shka më konë, ama më konë davi hoqës, ashtë pak mara. E kam një miqëne, që taj meselën e pesin të ka zunë, a i thëjke, më konën gjalli i babës keq, a shumë letë. Se baba i keq edhe i keq, mirë një vesh. Ama më konën gjalli i babës mirë, a shumë ratë. Se baba i mirë, ti me mrinja nivelin e babës tanë, kime pa shumë zarë. E për ata që i prapë, dhe thëtë, duhet më konën qka burat mirë. Më konën burat mirë. E inshallah Allah du gjithar në banë për e ti. Zotë është për fletë, falenderit shumë për ftesën, të onë po shafën e shumë vazhëfut, të cilët di me folë hala ma shumë sa unë, po kam që e përgjëmonë ma te për të kohës, këtë mikrofonin dhe ka përqeqë në këtina, a po më 5 minutë e gjysë. Në ullës të gjenimi, të gjithë patosin të funë e pak polje. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah është për blefë të zëllar për zjaretin që në kemi banë për Izrael. Zotit vazhdojë qëtë dhe ti Zotit konafër bashkë me vlazni për e ndërë që në alë. Me isë më rahise me full. Ti hoxha ferit thaje, trimi mirë me shok shumë, në këtë zaman është trimi mirë me bajanaf shumë. Alban, ku je? Eko. Allah inshallah je bërqate i bekane jetë njësi. Na hoxalartë i njohin moti, alhamdulillah, edhe i kemi njohë para se mothi edhe mas janë thi. Edhe një prej bekimeve të Allahu Gjeleshanu që po e thamë në plët bindje, është dhe më thonë kur një gjenerat e jona, e juja, majri, kalën me disa hoxalar, atë shumë sa i kam rinjë ata, edhe tri, i kam rinjë moshës mesme, edhe i kam rinjë moshës, po thamë tash të shtyrë, se nuk janë moshë të shtyrë, po, dhe më thonë që vjen koha, më u thi, edhe... ka plakë, po ka mune jam i rrisë. Ke ka branë, mo. S'përdun jo bo shumë bletë, se alhamdulillah nuk keni të vjetër moshë, por lësë Allah që kemi në dijen dhe vëshmëria dhe në hikmet në urtësi të moqën vjetër. Prandaj, nësë Allah Gjeleshanu nga ka beku në këtë kohë, në këtë zaman, por atë thamë prej mas luftës të ne janë hoxalar, të cilët janë thi në davet, janë thi në rukëtimin e khejrit të sunetit, duke mos janë ashkaluar hoxalar të cilët kanë kalu në kohën e serviset Jugoslavisë dhe e tjera për kohët e shkira, por përdesa kena mërim me i fritë generatat cilët ne i kena pas orientim, na kena mësu prej tyne, ku një vëlla para 2 vite kena vizitu prej Amerikës, tu i Kosovës, po e tanë atje, po që tha, Allah dhe i kam në për ato në mbi 3 shaseneve, tha 2700 ligjerata, tha 5 herë i ku ngu, tha 2700 ligjerata, i ku më 5 herë. Këtë shtynë hoxalarve që të përmendin që i kemi këtu dhe tjerë që s'janë këtu. Dhe më thamë, është rrit dikush në një frymë, është rrit me hoxalarë të cilët sot që ata hoxalarë janë thejim, po të më kështu në kuptimin pozitiv, janë kanë rrit një mosh që është nderë për neve, një pas mesin tonë, me vazhdu me përfitu, me vazhdu ata në rukëtimin e qka me mo, tirujmë bërmi. Tirujmë, të ndarojmë të respektojmë qësh i kene respektu ju që kene apëtu, i ka respektu kërë, i Zotë i shpirë që i ka tjerë,
Po mi gjitha këta në kanë respektu që kanë ardhë këto. Andaj, Rojën Bekir, Rojën Feriti një moti, dhe të një sekuens për du me përmen për Rojën Bekir, në thonë, këtu shumë ty në detaje, Sahih Bukhariu të ne kom pa që nuk ka pas dhe më thonë natë që këna fjetë me një dhonë bashkë me mujtë të ka pas Mukhtasar Sahih Bukhari që vetë se nuk ka zonë gjumbi pa i libra, po thamë kështu në kuptimin jo tash me egzageru, pa zonë gjumbi për një libër ose libra pa i në trup, dhe më thonë nuk ka fjetë në kohë të vështira, dhe më thonë disa kohë që së dojnë atash me dhe me thonë që këna supermane, këna fësuru dhe këna bokta, këna bata. Po në më thonë nëse në për situatat të tilla kemi kalu edhe në ilmin se kalon dikush, atër nuk është kollaj me i gjujt atën se po vjen i hoxhiri edhe tash ma euforik ose ma kretë di me bërtik, kretë di me bojhur, kretë di me që në gjëhanam të tjerë, në thonë veç unë jem të ditë atën, por unë me gjallari. E më gjatë ferit e përmeni për unë vlanë e juj, vendasin e juj, jo që e në të lubishtës. Sepse neve na keni sot nesër, unë prizan jam ashtë pashtë një vizitu, por rrunit, i rujnë, i kemi naftë kur përna desin, kur përna shkojnë. Në më thamë, ne jemi një, do është një mentalitet i Kollovec, se disit, na e vlerësëm njëri mbas i ka deka, ta nëlla i shkon buri mesi, këna ditë. Unë sot thamë se s'ku mujtë me taku afës Sabrikoqin, veç me e pa, thjesht. Kom pas shef Bimbazin, shef Albanin me i pas, s'ma ka mundësu Allah, se kam dek njoni para se me shku në Medinë, tjetëri masi ku më shku të 4 muaj, shef ose minë kam taku me vjetra, bona kemi me 100 herë. Mirë po, që atas pse shfrytëzoni, takoni, respektoni, nderoni. Vjen i ditë që edhe kemi hoxhën Mazllam këtu, dhe ma vjetëve hoxhallar, edhe të tjerë. Në prezent, ti rrujmë, sepse vjen momenti që si kemi. E tash të mirë të shirë, s'kemi ma të mirë. Kjo është mesazhi, ata që kena njoftë moti, që imi rrit, kemi kalu me derset e tyne dhe ka ardhur koha që ata mu vjetru, mu plak, mu thej, është nderë për neve që kemi kalu rrugtim me ta, qoftë direkt ose indirekt. Hoxha përmene, e ku njoftë për mes derseve, sot ka ardhur koha me njoftë direkt mu taku. Prandaj, më falni që zgjata, por kjo e vjen pak, do është si ketë se unë mi lëkët kolekte mi, por kjo në realiteti. E ku përkthy në një libër dikur, dhe më thonë, haki jo ndaj ulemat. Është interesant kërkun s'ku mund me gjithë liber që ulemat kanë folë për hakin e vetë. Gjithë e kanë heshtë hakin e vetë. S'kanë bazon, po që ka shkruar dikush tjetër që sa hoqë, që sa djetarë për hakin e djetarëve. Edhe më thonë, ti vlerësojmë edhe ti ndërojmë e të respektojmë se janë warathatul anbiya, për shëgjimtarët e pejgamberëve. Unë krenohëm, që Allah zhem ma ka mundësu, më kanë në rukëtimin edhe të bëhanë edhe më hapa të këtyne hoxhallarëve që kemë sot këtu, po edhe të tjerëve që s'jem këtu që na ndjeni krenarë që i më thonë qoftë prej larga apo prej afër në zonësat e tyne. Ma vonë Allah, unë veç e kreva për edhe një gjamë, ju kërkoj shumë fali, po është e rëndësishme. Njerë ku më thonë Hoxhës Bekir, ku kam qenë me dinë e talebe, ka në kam vizitu edhe shpesh vike, edhe i vata thonë njerë, hajde thash ka prizrejnë i del edhe do është ta mosha triut, e euforia triut, hoxha se marrë me këta, ka mundësi e ka arru besej. Dhe i thashë vëdim, tash po bon, ndoshtë e sinqert të pru, kur të më shoj njerëzit me ty të nejtë e sen e vend, dhe më thonë, e fitojnë atë besimin se edhe unë jam ahlu sunna, ose se di si me e qujnë tash, s'po thamë e kjo tjetër. Edhe, ja se të njëzohë, mos të ishin që zhuk isha thonë të. Edhe, e ma dhani këshilla atër në male euforia një triut, një mandë një qare, kështu. Edhe, tha, qërë tha, nëse nuk e arrin famën vetë, me sinqeritet dhe me djës, s'prit ta picit të kuj. Dhe jes për para, me sinqeritet lilla, për Allah, graj, ose tha, kërkush ta s'munët me ardhër me të bon ty të famë shemë me të ngritë me të asë. A kuptut? Edhe kjo mund ka bo shumë dobi, dhe më thonë, lësë, po, më thonë, atë Ramani, ti, djale jam është atë Ramani, është në dhime. Andaj e falenderoj mas 27 vjetë, 26 vjetë për këtë fjallë, po zërë Allah s'për leftë.
ndoshta përmana jo shëndes se po gjëra të rëndësishme që në libra së lexoni se janë përvojë personale. E janë. Zotin ndërroft të dy në xhamat. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj. Me folë shumë për këta dy hoxhallar, jesi mungu diçka për vlerën e tëmë. Kështu që më mirë, s'po janë nisi hiç me folë, se ndoshta zgjatët. Ka të tërë qytë komisionë në vëndë Kështu që fillimisht Allahu ja shpërbleft vëllat abisit e familjes time për këtë mirëpritje, Allah i nderoft dhe mysafirët dhe gjithë vëllezërit tanë. Unë nuk me zgjat tepër, po du një përmend 2 pika, jo 5 si Mollaferidi, po vetëm 2. Ajo çfarë kam po, e cila është mangësi në mesin e vëllezërve tonë, janë 2 pika. E para është mungesa e zemërgjërësisë me njëri tjetrin, mesin e vllaznive, dhe e dyta paragjykimi. Nëse i kthehemi historisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shohim se i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë zemërgjën. Por derisa na thirrin në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, me domos duhet me njek rrugën, veprën, jo vetëm fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së gruas Hatijës, miqës së tij, shkojnë në Taif për mi thirr në Islam, secili e dim se çfarë ndodh në Taif, dhe po don me ardhur në Mekë, mirë po nuk mundet me i Mekë. Çon i ndërmjetësues nuk bën, çon ndërmjetësuesin e dy nuk bën, dhe e çon për tek ndërmjetësuesi i tretë, që ishte Mut'im ibn Adi, ka qenë i lujtar. Edhe Mut'im ibn Adi e pranon. Thot, eja në Mekë, se je në mbrojtjen time dhe kështu i dërguari Allahut pra me eskort mobilizon familjen e vet dhe djemtë e vet, futet në Qabe, e bën namazin, kthehet në shtëpi, mirë po aty në Qabe faraoni i umetit Abu Jahli i drejtohet Mut'im ibn Adiut dhe i thot a ke marrë vetëm mbrojtje apo je në fenë time? Thot jo, vetëm e marr mbrojtjen. E thot është mbrojtjen tonë. Që nëse ti e ke pranuar fenë, kena me të luftu dhe ty. Shkon historia gjatë i dërguari Allahut kthehet në Medinë, bëhet betejë Bedrit edhe siç e dini 70 vjet nxinën rob. Edhe këtu i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot: kishte me qenë gjallë Mut'im ibn Adi, gjithë këto 70 rob do të kisha fal. Çka me tregu kjo se sa zemërgjon ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Por kon po e thot këto, po e thot për Mut'im ibn Adiun, i cili kishte vdekur si lujtar. Por çka është me çka do të thot na me një tjetrin? Sa zemërgjon do të më kon na me një tjetrin? Kjo është e parë. E dyta që e kam vrejt, që është prezant, ajo është pra paragjykimi mes njëri tjetrit. Mas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, Othmani radiallahu anhu ishte urur me një çosht të rrugës Medinës, edhe i shpelluar mendimet thella. Edhe Omeri radiallahu anhu vjen edhe i jep selam Othmanit, ndërsa Othmani nuk i përgjigjet. Në vrap shkon tek Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe i thot o prisi besimtarë, thot kalova para Othmanit, edhe e përshëndete e dhash selam, ndërsa Othmani nuk ma kthej selam. Nuk e di do çka ka ndodhur me ta. Mirë po, Omeri radiallahu anhu nuk paragjykon ndaj Othmanit. Nalet vetëm që du. Nuk menon se ai e dini kum pas një farë punë me to, i kum thonë me martu Hafsën, s'ma ka martu e ndoshta pasë kohë lidh muhabeti deri këtu për çfarë nuk ma ka kthy selamin. Por jo. As i ka menduar për këtë pikë. Por se i ka tregu i dhash selam, nuk ma kthej selam. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu prisi besimtarë, për me çuar lënd këtë emanet dhe me kuptu se ku është problemi, të dy të bashkën tek Othmani radiallahu anhu. Edhe i thonë, o Othman, Abu Bekri, thot, Omeri ka dhënë selam, ndërsa ti thot, nuk ju përgjigje. Thot, jo, thot, se huni unë. Thot, ti e konë filon venin i ullet, ka kalu para ti, ka përshëndet, krejt mi pranon. Thot, nuk e kum pa dhe nuk e kum mi.
Si ka mundësi kjo me ndodhë, thot vallaj, thot mas vdekjes profetit, isha tu me ndu i dërguri Allahut vdiq, edhe nuk e kum pyet një pyetje e cila më ka met mu në zemrën teme, pse se pyeta. Ebu Bekri thot, po cila është ajo pyetje o Uthman? I tregon, thot, unë e kum pyet. Po cila është ajo? Thot ja Rasulullah, cila është fjala e cila ka me shpëtu insanin ditën e Kiametit. Thot Ebu Bekri, unë e kum pyet këto, dhe ajo cila ka me shpëtu insanin ditën e Kiametit është fjala la ilaha illallah. Domethënë, me njerë këtu, Ebu Bekri, zbashku me Uthman, zbashku me Omerin, domethënë e kanë rregullu këtë çështje, ajo pse e përmend këtu që ne si vëllezër besimtar, edhe si xhallar, edhe si kërkues dijes, domethënë me pa zemrën e gjamë një tjetrin, edhe ju largu para gjykimeve, Allah i nderoft, Allah i shpërblet, po e zgjati më tepër. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja shpërblet gjithëve. Në veçanti shpëzoj rastin me të ndëru babën Aliun Haxhaliun, jetën ku edhe pas të burit madh që na ka dashur Allah dhe ne ka dhuru këta dy djemë, shifët edhe një nonë madhe, një nonë bujare dhe fisnike që gjithmonë kanë qenë edhe ka shtru sofrat për mësafer. Flasim për xhallarët tu, mendoj që u tha ajo që duhet më thonë, ta janë ata që ne kemi marrë mësim gjithmonë, por pse më dash më tregu drejtën që t'ja prej këtë ndërët juve si familje, që t'i keni mësafer të xhallarët, është se që vitin 2012 jem nërë dhe këmë analizu që diçka mrapa, më shifët, mrapa këti hoxhës, kur unë në atë kohë marrë një telefonat dhe më thot e jam fshatin tonë dhe kemi përgatit disa ndihma, edhe unë aty jem njohët me hoxhën Omer. Në atë kohë kur fëmijët e Siris u vdeshin nga ftofti shumë hoxhallar në troje tona kanë mshef shpinën prej neve dhe largu, hoxha për Lubishës, shef Feret, mund të e xhamia vjetër atje në, dikun prafësisht, dikun një shleper ndihme e komorë pe këti fshat. Edhe është interesante që kanë qenë ndihma që unë i kam palu një nga një, pasi që shoh kom urdhër, ndër ndihmat më të mira që unë i kam marrë në tërë territorin Kosovës. Kështu që kur mendoj dhe kur analizu kupton që këtu më shefet diçka e mirë këtë fshat, edhe një hoxhë që ka ditë më organizu, pastaj përsëri ka kontribuar shumë herë, shumë ndihma, edhe mas një kohë ka dashur Allah të xhelë madhisin, jemi taku dhe në punë të hajrit. Do jemi kuptu që ju e keni një fill të mirë, për prindve të mirë, për një babë dhe për një nonë të mirë. Pastaj se sot duhet me qenë falënderues për xhallarët këtu dy, do xhalozim që kanë respekt të veçantë, edhe u xhelirim të tregun progjën Ferit dhe Hoxhën Bekir. Aja për mu nuk diskutohet, për mu jenë shkollë, dhe më vjen turp personën e shkollë, kur jenë këta dy prezent të klasë, sepse maj men në mektebën e hoxhës të nderuar, hoxhës Abdulkader Arnauti, jemi pyet nas kur kemi aty për Kosovës për disa xhallarë, për mulla Beqirin dhe mulla Feritin. Edhe aty këtu dikon që masa ne i kemi njohur, do shta kemi ardhur por në vitin 90 jemi pyet, posa kena shku në mektebën e tina mi pyet, qysh është mulla Beqiri, qysh është mulla Feriti, a i njefni. Në atë kohë nësë kena njohur. Alhamdulillah në Sheh Bekirin dhe Sheh Feriti të njohur në Damas. Edhe kjo me këtu që prej asë andjet hoxhës Abdulkader Arnautit, Allah më shiroft, na kena fillu me olumtu dhe kemi njohur, sepse vim për një zonë që nuk kemi qenë shumë njohur për kafeja që është ju prezrejnë, që është në Shkupe, shumë dhe në tjetër. Këtu është edhe baba i Meritonit, që vjen për Vrellës, Meritoni me babë vjen për Vrellës. E për me kallëzu që baba, ma shumë kështë adon baba, Agjia. Edhe për me kallëzu që mundi hoxhës kur s'po humte, ka ndodhur një rastësi shumë interesante në fshatin Vrellë.
Vjen djali i Hoxhës Abdulkader Arnautit Muadhi, edhe shoqëroi për me shku në Vrellë me taku, edhe në shtëpinë e meritonit babës Meriton kemi pi kafe të çaja, që na ka prit në mënyrë më të mirë që është mundur. Po interesant ka qenë ajo që kur përmend në xhollar që tregon një respekt veçantë për xhollarët këtu. Po konë që Muadhi posa ka zbrit prej veture e dhona, në ka afru një njeri të qartë. Do të thosh të është i smund, është ka në nevojë për pres, çfarë do të thonë? Tha posh Zotin e madh, tha an ka zonë drejta, ai ti tjeri i Kadrijës. Se Hoxha Abdulkader Arnautit në Vrellë njoft me emrin Kadret. Edhe thash, mbeta, s'mushe me kuptu, dhe në gjas thonë, babën tonë, sa që ka në Kosovë, këto tha këmë shëqru këto pari. Edhe është bo sebeb, tha unë këmë pi rakije në s'minon sana, e tha, ti 100% jetë kërë papa i djali Abdulkader Arnautit, Kadrijës. Këmë mjatë modhë, perspektiva përsit modhë, kështu më po njefë, e për qafe të stacion shesh atë për qafe, që me këtu që na deshtë ma punu deshtëm, me o ditë për gjëllave këtu, dhe gjëllave që e kemë këtu, nuk kam ma humë, kam me u gjinë dikon këtyre për gjëllave, për mund dhe sakrifisë. Andaj, kjo ka qenë edhe kërkesa, dhe është edhe me o bëni ftesë o gjëllave për shkupit, pavarësisht moshës, që nuk jenë të shmim, as nuk jenë një farmyre pleqë, shumë herë na mujnë na sfidojnë neve të rive, neve dhe ju të fatrive dhe na me po plekë më zi, por juve, ndoshta ata që më të ri, Allah është shpërblev që Sheh Feride dhe Sheh Bekiri kanë ndëru këtë familje, sepse këta kanë ndëru në pjesëmarrje në aktivitete që është Hoxha i nderuar, dhe Hadisi ka vazhdu në aktivitete humanitare që gjithmonë është me vllaznitë e prezente dhe mund shumë aktivitete. Inshallah ju bëjmë gjithmonë përgëzime për gënina, sigurisht se një falënderim veçantë është edhe për babën e Hadisit dhe nonën që unë e më mend këtë pasur diku në 2011 nga pasonur që aja ka përgatit me dorën e vet atë dhe sot e ka përgatit, Zotë nderuar e tash të sigurisht japim një fjalë atij që do të më fjalë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن
فكلوه هنيئا مريئا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhërisëm me falënderojmë, me falënderimet më të sinqerta të cilat burojnë nga thellësia e zemrës, me falënderime dhe mirënjohje që i meriton madhëria e tij. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më të mirë në fytyrën e tokës, të dashurit të zemrave tona, imamit të muslimanëve, udhëheqësit të gjithë pejgamberëve dhe parakaluesi i gjithë njerëzimit për të hyrë në xhenet, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur hoxhallar, të dashur nikoqir, ju të pranishëm vëllezër, fillimisht e lusë Allahun e madhërisëm që nikoqirin e kësaj gostie, megjithse hadisi është që në ka thirrë, por nikoqiri i kësaj gostie është baba i shtëpisë, basi Ali, Allahu i dha shëndet e bereqet, e gëzoft me të mira atë në dunjë dhe në ahiret. Pastaj, Allah i shpëlbeft edhe hoxhën Amirin që e bën këtë angazhim kaq të madh në këtë fshat, me gjithë besimtarët që janë këtë vend. Rezultati i punës në këtë fshat u pa me xhaminë e re, e cila ishte një bukuroshe, me të gjitha standardet e duhura për një xhami funksionale në këtë fshat kaq të madh, pitoresk që quhet, domethënë është edhe i bukur edhe në pozitë të mirë. E në fund hadisin Allahu e shpërbleft, i jep shëndet e bereqet, e ruan atë dhe familjen e tij. Allahu i madhërisëm ja shtoft mirësitë hadisit dhe familjes së tij. Evlat me cilët e ka gëzu, Allahu t'ja bën të khejrit, inshallah taala, e t'ja bën flamurtar të këtij islami, kësaj feje, punëtor dhe shërbëtor të këtij vendit, e bëhen gëzim për të në këtë botë edhe gëzim për të në ahiret. Të dashur vëllezër, Allah i shpëlbeft edhe juve që keni ardhur edhe keni shtu gëzimin e kësaj familje me pjesëmarrjen tuaj, secili nga vendi vet që ka ardhur, Allahu e shpërbleft për çdo hap që e ka bë. Këto janë mexhlise dhe ndeja që kanë herë na hezitojmë me qenë të pranishëm për shkak angazhimeve, detyrave, ndonjëherë për shkak përtesës, mirë po janë mexhlise siç ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, janë njerëz që kush rrin me ta nuk vun, fiton. Pse është mexhlis i khejrit, edhe gjithë na kemi ardhur vesh për me zbatu atë pjesë të imanit që e kemi në zemrat tona, dashnin për hir të Zotit Dhul Xhelal. Mjafton kjo me kon arsye që na jemi bashk, lere që hadisi Allah e shpërbleft me këtë vepër ka grumbullu disa niyete. Normalisht më e reja që është më e pranishme është edhe niyeti me shku në haxh bashkë me bashkëshorten e tij. E kjo është një vepër shumë e madhe dhe mirë. Na ja themi vllaznive që i kanë bë kushtet me shku në haxh, si porosi kështu kalimthi, mundoni me shku në haxh bashkë me bashkëshortet, ata që janë të martuar. Mos e shfrytëzoni rastin me shku vetë në haxh e për pak milion ato pa haxh, se shkojnë edhe shumë vite pastaj edhe pikpyetja mrin ata me shku në haxh. E kjo është gjithashtu për dhuntive të Zotit që Allahu ja mundson dikujt që bashkë me bashkëshorten e vet me kry këtë obligim kaq të madh, me fitu ato sevape kaq të mëdha dhe me fitu bekimin e Allahut dhe mëshirën e Tij gjatë gjithë jetës së tyre bashkëshortore, e cila mëshirë dhe bekim pastaj trashëgohet edhe tek fëmijët e tyre inshallah taala. Janë disa porosi që mendoj se tani veç janë pjek kushtet për me i përmend edhe me i përsërit, sepse gjithë na dal nga dal bindemi se vetëm ajo është rruga të cilën na duhet ta ndjekim dhe nëpërmes së cilës ne bëhemi të ngritur te Allahu subhanahu wa taala. E para, na duhet të ndihemi krenar me identitetin ton islam. Sidomos këtë kohë kur her pas here grupe të vogla, po të zëshme dhe të pranishme vazhdimisht në mediat tona, mundohen me kontestu edhe me luftu këtë pjesë
identitare edhe në aspektin kombëtar, po ajo që domethënë është me rëndësi në aspektin fetar. E nëse dikush ta lufton në fen, ti duhesh mu kap edhe më shumë me fen tonë. Edhe me qenë më tepër krenar me këtë fe dhe mi tregu atyre dhe gjithve se na jeftën e japim dhe fen nuk e japim. Se për ne s'ka kuptim jeta në këtë botë pa fe. Dhe për fen tonë na nuk përfillim askënd, hiç, kush ka e kemi përpara. Nëse muslimanët e parë në Mekë e kanë ditë se me pranimin e Islamit u rrezikohet jeta, rasti i familjes së Jasirit, rasti i Bilalit, rasti i Abdullah ibn Mesudit, ridvanullahi alejhim ejmain, krejt kjo duhet neve me na bind, nëse ata janë modeli jon, se të na feja është ma e shtrenjtë se çdo gjë prej të mirave të kësaj bote. Kjo është pjesa gjenerale e identifikimit me Islamin. Brenda e Islamit, gjithashtu na duhet me qenë krenar se jemi idhtar e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të devotshëm që kanë ndjekë këtë rrugë prej brezave të artë të Islamit, që është quajtur nga dietarët, gjithë dietarët e selefus salih, burrat e parë të devotshëm, paraardhësit tanë të devotshëm. Edhe kjo nuk kemi nevojë në as me u turpnu, as me u, dhe thot, me pas frikë apo hezitim, pse identifikohemi me ndjekjen e kësaj rruge. Sidomos në një kohë kur lloj-lloj njeriu mundohet me ngjall lloj-lloj rruge të shpikun në kuptimin dhe zbatimin e fesë, na të ndihemi si të huj apo ndihemi si të ardht, si ardhasak në këtë fe, kur kjo fe është prute na prej atyre burrave të devotshëm. Edhe, si që ka thonë Imam Maliku, ajo që s'ka qenë fe në atë kohë, s'mundet me qenë fe në kohën e tij e as më pak në kohën tonë. Edhe kjo o vllazni, identifikimi me ndjekjen e rrugës së selefus salih është ajo që e mbron fen prej ndërhyrjeve njerëzore. Sot, për shembull, ju e dini se ka ndërhyrje estetike njerëzit, gratë më shumë, po dhe burrat fatkeqësisht, për të duk më të bukur, shkojnë në klinika të ndryshme dhe bëjnë ndërhyrje estetike. Mirë, po çka ndodh? Në çdo ndërhyrje estetike, ajo në momentin e parë e jep efektin e zbukurimit, mirë, po pas do viteve e shëmton shumë fish më shumë, se sa ka qenë i shëmtum të kalumen, si pas mendimit ti. Edhe ndërhyrjet në fe, të gjitha shtesat, sajesat, prodhimet njerëzore, që ja bashkangjitin fes në kalimin e kohës brenda 14-15 shekujve, ato veç e shëmtojnë fe. Edhe realisht lufta jonë për t'i kthy Islamit burimor, është luft për ta mbajt fen ton të bukur me bukurit natyrshme. Nuk është muhabeti i imponimit mendimit tem apo tonit, apo dominimin e këtij grupi apo atij grupi. Thjesht brenga është që Islamit ngelet me bukurinë e natyrshme, të cilën e ka sjell Allahu Dhu Xhelal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej tij e kanë marrë sahabët, e kanë përcjellë te tabiinët, e tabiinët e etba'ul tabiin dhe pastaj ulemat brez bazrezi deri më sot. Që kjo është këtë filozofia e kësaj. Edhe këtu na duhet me qenë krenar që na ka mundsu Allahu Dhu Xhelal të takohemi me ata dietar që fatmirësisht vijnë për vendeve tona dhe kanë luftu gjatë gjithë jetës që ka qenë më shumë se gjysmë shekulli në shërbim të kësaj kauze. Dhe ka qenë begati e Allahut për ne që na ta marrim fen prej tyre edhe të mundohemi ta plasojmë vendin ton të njëjtën formë, normalisht duke pas parasysh dallimin e vendeve dhe situatave dhe fleksibilitetin e qëndrimeve fetare në këtë drejtim. Dhe elhamdulillah Allahu që brenda këtyre 4 dekadave të fundit
ka një prurje shumë të madhe dhe shumë të mirë dhe shumë të dobishme në shërbimin e kësaj feje dhe elhamdulillah janë mush xhamiat, janë shtu xhamiat dhe vazhdon dhe duhet me vazhdu kontributi jonë në thirrjen e islame derisa të kemi jetë në këtë tokë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, udhëzimi jonë e ka një tatim. I vetmi tatim në udhëzimin ton është angazhimi, kontributi, përpjekja e secilit prej neve që jemi këtu në udhëzimin e tjerëve që kemi përreth nesh. Sidomos këtë kohë kur lufta është është rrit në intensitet kundrejt thirrjes islame, jo vetëm këtu te na, por në botë përgjithësi. E kjo ndodh për shumë arsye, po njëra prej kryesoreve është që fatmirësisht krejt ideologjit, produktet njerëzore që i ka prodhu mendimi njerëzor si zgjidhje dhe ofertë për njerëzimin kanë falimentu. Edhe komunizmi si produkt njerëzor vetëm ka falimentu me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, po edhe ajo që quhet demokraci dhe kapitalizëm, ajo tani në këtë dekadën e fundit, sidomos mas 2001 e këndej, veç shkon të falimentu me luftën në Gaza, veç e mori fundin e vetë, se edhe vetë jo muslimanët e perëndimit e panë se demokracia dhe kapitalizmi janë ofertë mashtruese për njerëzimin, në momentin që vjen drejtësia testohet nga ana e tyre, ata bin nga kjo provim, si e dim na gjithë se e gjithë bota, shtetet e shumicës së botës perëndimore ranë në testin e drejtësisë në rastin e Gazës. Edhe për këtë arsye, tani ata që kanë dështu m'ja imponu sistemin e tyre politik edhe filozofik botës, e luftojnë islamin sepse njerëzit vetë ju do lipin alternativë, zgjidhje. Edhe islami është e vetmja zgjidhje normale, pa nevojë të sforcimit, me shtyp përpara, vetë ju imponohet dhe elhamdulillah në numri i njerëzve që pranojnë islamin mas luftës së Gazës 2023-2025 është në rritje e sipër, se ata e parë me sytë e ballit se çka bën feja tek një njeri, tek një popull. Çfarë trimnie dhe guzim u jep, dhe ata e frandojnë Allahun të gjitha situatat dhe rrethonat dhe janë gatshëm me dhon jetën për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye, do thotë baza fillon e intensifikon sulmin ndaj thirrjes islame, edhe normalisht ata që përfitojnë prej tyre në vendet tona bëhen altoparlanti i tyre dhe vazhdojnë me përcjell mesazhin e tyre urrejtës kundër islamit dhe thirrjes islame. Për këtë arsye, ne duhet edhe më tepër me rrit intensitetin e thirrjes tonë, duke filluar prej njerëzve që i njohim. Mi fol për vlerat e islamit dhe nevojën që ka çdo njeri e mos flasim pastaj për vendin tonë dhe popullin tonë për islam. Se këtë të probleme dhe ngërçe politike dhe ekonomike që i kemi na këtu në Ballkan, e shqiptarët në veçanti, nuk munden më u zgjidh nëse ngelet islami larg jetës sonë. Islami është mekanizmi më i mirë, më i fortë dhe më i lehtë për ta ndryshuar gjendjen e shoqërive tona. E shpërblimi për këtë angazhim është shumë i madh. Mjafton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya wama fiha, që të bëhesh shkak për udhëzimin e një njeriu është më mirë për ty se të kesh botën dhe çka në te. Dhe transmetimi i zakonshëm që shumica prej vëllezërve kanë dëgjuar, khairun laka min humri ni'am, është më e mirë se të kesh shumë deve të kuqe. Andaj pozicioni më i mirë i besimtarit është ai i cili angazhohet në ofrimin e modelit të një muslimani të mirë. E këtu te puna e daves dhe thirrjes islame, i kemi dy format standarde, e para është ofrimi i modelit të mirë, si musliman i suksesshëm secili në mejdanin e vet,
Dhe e dyta është biseda rreth islamit dhe thirrja e njerëzve në islam. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë o vllazni, ajo që e përmendi Hoxha Lirimi pak domethënë prej çështjeve që kanë të bëjnë me zemërgjërsinë dhe keqkuptimet, paragjykimet. Normalisht keqkuptimet, paragjykimet, idhnimet e shpejta janë manifestim i moshës. Për shembull, fëmijët idhnohen shpejt, edhe shpesh. Tu rrit, s'ka mo idhnimet shpeshta edhe të shpejta. Shkoj t'u rallu. Tu i bo do vjetë, si që idhnohen. Kur plakët, mos si jep vetës, askush drejt më idhnu. E shton zemërgjërsinë, edhe e shton dozën e faljes dhe tjetrit, ose e asaj që quhet në gjuhën e edukatës islame e tegaful, të shtiresh se nuk jetu e pa çka tu bo. Ti e shef, po të shtiresh se nuk jetu e pa se çka është tu bo. Ajo që hoxhallarët pleq për para të ne e thëshin, edhe populli jonë, a pa e s'pash, a njive s'njeva. Do më thonë mu bo se s'poshe s'ponin, me gjithë të keti të pa të një, po mu nal në ato pikat vogla, ti me i bisedu, me i diskutu, ato të marin ko, të prishin mendjen edhe zemrën, edhe askush nuk fiton për tëre. Ashtu edhe puna e xhamatit. Kur është xhamati i ri, si ata fëmijë, shpesh zihen, domthonë dhe shpesh idhnohen. Edhe këtu këtë e kemi pa në zhvillimin e thirrjes islame këtu te na. Të i bo do vjetë, të u pjek normalisht, të u paksu idhnimi, derisa elhamdulillah, tani kemi ardhur në një situatë ku shumica dërmuese, megjithëse Allah ka fëmijë, edhe fëmijaqa në mesin e xhamatit musliman, fëmijë tamam janë të sapo udhëzuar, apo fëmijaqa i kanë bo vjet do vjet në udhëzim, po karakteri u ka me të fëmijë. Halas janë pjekës, janë rrit, që tentojnë me prish atë rahati dhe komoditet që secili prej neve kontribon për ta ushqy edhe për ta forcu. Mirë po dilë t'jemi të bindur në vllazni se pa kriju harmoni në mesin e besimtarëve mes vete, edhe pa i lon inatet pasdore, edhe pa e ngrit nivelin e debatit akademik mes nesh, na nuk mundemi të prodhojmë forcë e cila do lën gjurmë të mëdha të islamit në vendet tona. Shifne sa për krahasim që këto gjurmë të islamit në Ballkan kanë ardhur në një kohë kur ummeti islam ka qenë i fortë, edhe përparësia tek ata ka qenë përhapja e islamit dhe fjalës së Zotit para dominimit mendimit tem apo tonit. Edhe kur ata e kanë pas gale për hapjen e islamit dhe janë gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë në këtë rrugë, e kanë pru islamin deri në Vjenë. Këtu ka Ballkani, ka Gadishulli Ballkanik, dhe islami ku ka depërtuar nga Gadishulli Iberik ka mrit deri në Francë. Do thotë ka mbet veç pjesa mes Francës edhe Austrisë, Zvicra e një pjesë e Gjermanisë, Hollandës, ku s'ka depërtuar islami. Një pjesë e Zvicrës, edhe në Zvicër ka do fshatra ku ka pas mbretëri islame 20 vite, ka pas mbretëri islame. Mirë po, pjesa më e madhe e Hollandisë, e Belgjikës, e Luksemburgut, e Gjermanisë, edhe Austrisë një pjesë veriore, ka qenë pjesë ku s'ka depërtuar islami. Ama Gadishulli Iberik i tëri deri në Francë, edhe deri në portat e Vjenës, islami ka depërtuar, në atë kohë kur muslimanët s'janë marrë me vete, po atë forcë që e kanë pas e kanë shfrytzuar për ta përcjellë islamin edhe në vende tjera. Edhe na sot, nëse duam që to gjurmë islame që kanë mbet t'i forcojmë edhe të bëjmë gjurmë tjera të islamit të reja, na duhet me e rujt komoditetin mes nesh, harmoninë mes nesh, bashkëpunimin mes nesh, mirëkuptimin mes nesh, që këtë janë terme se jam të thonë mu bo këtë një mendim. Ama harmoni, ti e ki mendimin tanë, unë e kam mendimin tanë, po vllaznilloku jonë nuk dëmtohet. Bashkëpunim, ti ki projektet tuja, unë i kam projektet e mia, po ka mundësi një projekt me bo bashkë. Ti maje shoqatën tone, a i le ta marrë shoqatën e vetë, po kjo s'prish punë nëse ata bashkëpunojnë mes vete.
Ti e imam më një xhami, ajo është imam më një xhami, ti e shërben xhamatin tanë, e shërben xhamatin e vet, po kjo as pak s'pengon që ti edhe ai me bëni projekt për bashkët për të dy xhamatet. E kështu me radhë. Edhe na jemi tash në situatë ku ne duhet me pas mirëkuptim për njëri tjetrin dhe normalisht me pas debat akademik për çështjet që mendojmë ndryshe, po jo me paragjykime, jo me paravlerësime, po thjesht e hapim temën, i sillim argumentet, bëjmë konsultimin, bëjmë analizën e realiteteve tona, edhe në prizmën e asaj që vim si konstatime, e vazhdojmë pastaj veprimin tonë. Megjithëse ka mundësi na me dalë përsëri në fund përfundime të ndryshme. Mirë, po mjafton që na bashkë debatojmë situatat, edhe kjo i afron zemrat tona dhe e shton dashninë mes neve. Edhe këtu na i kemi shembull sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një kohë arritën në një mosmarrëveshje shumë të madhe, e cila shkaktoi luftime mes tyre. Shife, Allah s'ka mritë na mosmarrëveshje deri në atë nivel. Mirë po, megjithëse ka ndodhur kjo situatë e padëshirueshme mes tyre, tek asnjëri prej tyre s'është zvoglu sasia e dashurisë që kanë pasur për tjetrin. Hiç. As është diskutuar bile. Edhe kur kanë ndërhy emisarët e forcave globale në atë kohë, që ka qenë Persia si mbretëri dhe Bizantia në anën tjetër, të shfrytëzojnë këto mosmarrëveshje edhe zënka mes tyre për të përkrahur njërin palë kundrejt tjetrës, ata kanë reaguar, kanë thonë, asnjëherë nuk pranoj që me qenë bashkëpunëtori im një armiku imi kundër vllaut tim. Unë megjithëse kam mosmarrëveshje me te, ai ngelet vllau im. Edhe historia e Islamit, sidomos në fillimin e Islamit, ka pas mosmarrëveshje, e kanë manifestuar vazhdimisht këtë me shumë shprehje të ngjashme si kjo. Vllaznit ton, po na bëjnë zullum neve, ama janë vllaznit e ton. Ajo zemërgjësia që përmendni Hoxha Lirimi, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shi Mutim ibn Adiut, që ka qenë mushrik, paramendon na sot vllazni mes vete që gjithë pretendojmë që ndjekim një rrugë, shpeshherë për një mesele anësore krijojmë zënk, mosmarrëveshje, grindje, derisa arrim në nivelin e, do thot, ndarjes, që o me mu, o kundër meje, që s'ka qenë kur fenomen islam kjo, kulturën e thirrjes islame. Po, nëse je me mu, mire ma mirë, po se je me mu, Allahu ta dhash khairin, inshallah takohemi dytë, atë që kush të kënaqë Allahu dhe xhelal. Se askush nuk ka monopol mbi të vërtetën. E vërteta është në argumentin e vet, në Kur'an dhe Sunet. E askush prej neve s'kemi monopol. Na do e kemi të vërtetën me vete përderisa na vet rrotullojmë rreth dhe qarkullojmë rreth Kur'anit dhe Sunetit, po pastaj elementi i dytë është sasia e kuptimit. Si na e kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin, dhe sa na e kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin, dhe sa na e përshtatim Kur'anin dhe Sunetin për rrethonat tona, ose me thonë më saktë, i përshtatim rrethonat tona që të përputhen me udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit. E ky bashkëpunim, kjo harmoni, ky lloj mirëkuptimi mes nesh na orienton energjinë tonë në fushën e davetit dhe nuk kemi nevojë na të grindemi mes vete, të zihemi mes vete, edhe të tentojmë ta nënshmojmë punën njëri tjetrit. Përkundazi i gëzohemi suksesit të secilit që ka suksese me danin e tij, e përkrahim, lutemi për te, e i bëjmë reklam punës së tij, s'ka lidhje pse s'është puna jote, është e vllau tan. Bëni reklam punës së tij. Le të ecë përpara puna e tij, se kur ai ecë përpara, ecim gjithë. Unë ja kam thonë për disa mezhgjise vllazni, na jemi hoxhallartit, tash muhabetin e hoxhës Luzimit, hoxhës Lirimit, hoxhës Fatosit, na s'meritojmë kur gjo pe kësaj mu përmend se është turp. Na s'kemi bë kur nisën realisht që kanë bë ulemat e vjetër para neve, hoxhallar ton këtu që kanë qenë. Ata në kohë komunizmit e kanë rrezikuar jetën për islam. Ani se kanë qenë hanefi sipas neve, domethënë ngabim sipas dikujt për neve. Ata janë kon burra të vërtetë, janë kon trima, janë kon mujahida. Ata kanë luftuar islamin me metë dhe kanë mbetë islamin për shkak të sakrificës tyre që kanë bërë. Me atë akide, me atë dije, me atë do thot angazhim që kanë pas. Ata janë herojtë e islamit. Na kemi ardhur rrethona shumë të buta, shumë të lehta të islamit. Megjithëse kemi pas disa peripeci, po janë shumë të vogla në krahasim me atë që kanë pas
ata në vitet 50-ta. Mbrëm ishim në një tubim në Shkup, ishte edhe miftia i Kosovës, Hoxha Naim Tërnava, e përmendin një rast kur baba i tij ka qenë burg në Shkup me Xhemal Efendiun. Njëri për gjallarëve që ka qenë në atë kohën, fillimin e komunizmit antikomunist, ka qenë vazhdimsi e ballit kombëtar, Lëvizja Nacionale Demokratike Shqiptare, ka qenë sekretar për Kumanov, dhe është burgos për nacionalizëm shqiptar. E ka qëllu bashkë me Qelmej Qeli edhe baba i muftiut Kosovës, edhe Hoxha Molla Xhemaliu, i një kushtakit të Kumanovës, me gjithse një kushtakit është mes Shkupit dhe Kumanovës, dhe njerë shkon ka Kumanova, dhe njerë vjen ka Shkupi, pa aty pari. Thot, atë shumë e kanë maltretu, sa që i binin copat e mishin nga trupi i tij në tokë, duke qenë Qeli. E ai i mlidhte ato copat e mishit, edhe linte me një skaj atyre. Kjo ka ndodhur vitet 50-ta. Edhe që dëshmi domethënë me senet e kemi nga muftiu i Kosovës, nga baba i tij, i cili e ka pa Molla Xhemaliun domethënë në burg tu e vujt burgin prej komunistave për shkak të fesë të tij. Ama se ka nal aktivitetin. Pastaj kur ka dalë prej burgut, e ka çu djalin e tij me studiu në Kairo, Molla Usamen, e Molla Usamja, do thot Allah e ka gëzuar me evlad, e ka bë hafiz, domethënë djali i vllaut të tij fillimisht Hafiz Suhejbi, pastaj Hafiz Xhemili, pastaj bën hafizllar, domethënë edhe nipat edhe mbesat, tani ka 6 hafizllar në familjen e tij. Do ka vazhdu sakivica. Do shme thonë, na shumë pak peripeci dhe vështirësi kemi pas, elhamdulillah Allahu që na ka ndihmu, na ka forcu që na mos të luhatemi, mos të hamencohemi me vazhdu fuqishëm me ndet në këtë rrugë, por rruga është e gjatë hala, është bo shumë, ka me bo edhe ma shumë. Fakt është që domethënë Prizreni o koni i bekum me hoxhallar në vazhdimsi, sot ka shumë hoxhallar, mirë po, ky potencial, këto kapacitete duhet të efektivizohen, që shndrohet në një angazhim i përbashkët, secili në mejdanin e vet, me një mirëkuptim të theksuar, me një dashamirësi të dukshme, me një bashkë renditje të aktiviteteve, që të vazhdoja e mira e Zotit në këtë vend edhe shumë shekuj me radhë. Normalisht se peripecit ekzistojnë, andaj jo rasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se të kunu ayyamu sabr, do të vinë ditët e durimit, el qabidu ala dinihi, kel qabidu ala al-jamr, ai që kapet për fenë e tij është e njëjtë sikurse ai që e kap një gacë me dorën e tij. Ashtu sikurse është rand edhe pa kuptim me kap gacën me dorë se djeg, ashtu sot është rand me kap Islamin me dorë, mirë po, për këta njerëz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ajruhum 50, do kenë shpërblimin e 50 burrave. E i thanë sahabët ja Rasulullah 50 minna u minhum, tha do të kenë shpërblimin e 50 burrave të tyre, apo tonët, tha jo, do kenë shpërblimin e 50 burrave tuj. E tash, ky shpërblim ka që i madh, vjen për shkak të këtyre vështirësive që janë, edhe normalisht besimtari i cili është i lidhur me Allahun xhelal, Zotën edhe nuk i shef këto vështirësi dhe peripeci, sepse muslimanët e vërtet janë ata që në momentin kur japin çdo gjë për Allahun, e ndin, e shijojnë aromën e xhennetit. Andaj Hubejbin Mekë tha fustu wa rabbil Kabe, fitova pasha Zotin e Kabes kur ata e vran, e mbytën, edhe sahabiu tejt Umer ibn Himami në Uhud, kur i kishte hurmat në dorë, i hudhi ato dhe tha inni e shumë rahjat e gjenneti, jam duke nuhat aromën e gjennetit në kashi Uhudit. E tash na muslimanët e sotit nuk kemi kësi lloj sfidash, sfidat tona janë shumë më të vogla, andaj përgatitja jonë për sakrificë, për kontribut, për angazhim, duhet me qenë vazhdimisht i pranishëm edhe kur mos lodhemi, edhe kur mos mërzitemi, edhe kur mos dëshprohemi. Se fundi fundit, triumfi është i garantuar për Islamin,
Puna është se na do jemi pjesë e atyre grupeve të cilët ka me ngrit Allahu duke e shërby ata këtë fe madhështore. Apo do jemi për atyre që do e tradhtojmë këtë amanet Allahu na rujt. Andaj Allahu dhu xhelal thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u ligështoni, as mos u dëshproni, se ju jeni më të lartë përderisa jeni besimtar. Besimtari është i ngritur në këtë botë, është i ngritur edhe në ahiret, e mjafton kjo si ngushëllim, po edhe motivim për besimtar në këtë rrugë të jetës fetare dhe të angazhimit dhe davetit në shërbimin e kësaj feje. Amaneti i përçimit të fesë Allahut është tek na. Nëse e kryejmë si duhet, dalin faqebarë të Allahu dhu xhelal. Nëse lam mangut, kena me dhonë llogari. Ashtu si Allahu dhu xhelal tha: "Tilka ummetun qad khalat", ata janë popuj që kanë kalu. Atyre u takon shpërblimi për të mirat që i kanë bo dhe ndeshkimi për gabimet që i kanë bo. Edhe na jemi popull që do shpërblemi, do japim llogari për angazhimet tona, do shpërblemi për të mirat dhe do ndeshkojemi për lëshimet dhe gabimet tona. Ama gjitha brezat edhe gjitha gjeneratat kanë me dhonë llogari për Allahu dhu xhelal, e tani na i kemi mundësit edhe shansën me dalë fitimtar. Pse se angazhimi është më i lehtë, është më i pakët, edhe efekti dhe ndikimi është më i madh. Për shembull, përpara mezhlisë që kanë marrë hoxhallar të pleqta për oda, kanë det 20-30 burra dhe aq kanë mujt me ndëgjuat këshill edhe atë dituri. Sot na jemi këtu në konak të Xhalis, edhe është kamera e Jonuzit, edhe masën e del në YouTube edhe e shohin edhe 100-200 veta, 1000-2000 veta, 5000 veta, 10000 veta, që do thot përçimi i fjalës së Zotit është shumë më i lehtë. Edhe ti se ki këtë gale, bile, me kap në islamofob në sekvencë, me të bo, do më thonë në replik, bot edhe ma virale, shtohet se vapi, te dikush shtohet edhe tuta pak, po, ama se vapi shtohet gjithsesi. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, Allahu ju shpërbleft edhe Nikoqirin për këtë gosti. Koha që kemi këtë disponim, mendoj se veç ka mbaru, edhe na kena me vazhdu rrugën, edhe xhallarët kanë angazimet e veta për xhamia. Allah ju shpërbleft për vëmendjen, për gostin, për respektin. Allah i madhëshëm se na ka bashkuar në këtë të bëjmë në këtë gosti, na bashkon Xhenetul Firdaus në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato janë ndejat më të bukura dhe më të mira që kena me përjetu inshallah taala. Allah ju shpërbleft, walhamdulillahi rabbil alamin.